Nuri dua edhe diçka të fundit. Reforma në drejtësi prandaj është bërë. Jemi thua se në fund tek reforma në drejtësi do mbesim së bashku. Sigurisht kemi edhe një hartë të re gjyqësore, kemi administrative, mund themi, apo gjykatat e apelit, të cilët janë përqendruar në një zonë, në një qytet dhe nuk janë mos siç ishin dhe nuk duket sikur në qoftë në administrative në apelit ka një stok dosjesh mbi 25.000, nëse nuk gaboj, 500 apo 600 dosje janë shtuar edhe gjatë vitit 2025. Pra kur vje fjala për qytetarin e thjeshtë që ende të prej 10 vitesh, 12 vitesh, 15 vitesh në përdyrët e gjykatave dhe nuk merr drejtësi, këta janë të papërfillshëm dhe nuk tenton askush që t'u jap zgjidhje këtyre personave. Ama kur vjen çështja tek personat e zyrtarit të lartë, miq, bashkëpunëtor të ngushtë të kryeministrit Edi Rama apo personat të cilët mund të shërbejnë nesër atij në fushat elektorale, edhe gjykata e lartë nisma për t'i nxjerrë këta nga qelia apo qoftë edhe për t'i favorizuar që të qëndrojnë jashtë të dyrave të burgut. A ka, po themi këtu, një dyzim apo a ka një dy standarde për qytetarin e thjeshtë dhe për zyrtarin e korruptuar që zbatohet në Shqipëri sot? Po, parë në këtë këndvështrim është e vërtet që ekziston një përdorim dy standardesh, po themi, po një lënje në harres e qytetarëve. Dhe qytetarët e thjeshtë, qytetarët shqiptarë presin drejtësi dhe kërkojnë drejtësi për ditë. Dhe e kanë shumë të vështirë për gjetur drejtësi për faktin e kushteve që ka sot sistemi i drejtësisë në Shqipëri. Kushtet të cilat janë përkeqësuar ndjeshëm për shkak të një reforme në drejtësi e cila nuk u mor me strukturat, nuk u mor me, po themi, me administratën që e jep drejtësinë, nuk u mor të modernizoj godinat ku jepet drejtësia, por u mor vetëm me faktin që duheshin hequr një numër i caktuar gjyqtarësh e prokurorësh për të zëvendësuar me gjyqtarë e prokurorë të tjerë ndomse për ta kapur sistemin në një farë mënyre, gjë që realisht magjoranta socialiste e ka bërë në një mënyrë ose i tjetër, nëpërmjet vettingut dhe nëpërmjet proceseve të tjera. Por këto kanë kaluar tashmë. Ne jemi tek pasojat, sepse nuk kemi më në vitin 2016, as në vitin 2020, kur nisi reforma kushtetuese në 2016 për reformën drejtësie, nuk kemi më as kur nisi procesi i pamshëm i vettingut, tashmë vettingu ka mbaruar. Përpara pak muajsh u mbyll faza e vettingut, jemi duke vuajtur pasojat si shoqëri shqiptare të atij, le të themi, eksperimenti që u bë dhe u nis edhe me bekimin e Fondacionit Soros. Duhet ta rikujtojmë këtë. Absolutisht. Keni marrëveshjen e bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Soros në Shqipëri dhe Kuvendit të Shqipërisë përpara vitit 2016, ku ata angazhoheshin se do të merrnin paçavurrë që është sot, që ta konkludojmë se jemi në limite. Po pikërisht, do të merrnin përsipër sillin e ekspertët, do merrnin përsipër të bënin në farë mënyrë pjesën më të madhe të reformës drejtësisë. Tani pasojat janë këtu që qytetarët shqiptar presin 10-15 vjet për të mbyllur një proces gjyqësor në të dy shkallët e gjykimit. Nuk po flas në gjykatën e lartë apo në gjykatën kushtetuese. Po flas vetëm në shkallën e parë dhe apelin. Mesatarisht shkon një gjykim 3 deri në 4 vjet në gjykatën e shkallës parë në Tiranë. Nuk po flas për çështje komplekse, po flas për çështje normale. Ndërkohë në apel çështjet shkojnë 6, 7, ka raste 8 apo 9 vite për çështjet civile. Zakonisht, por çështjet penale mund të ketë një përparësi për shkak të masave etj që mund të gjykohen pak më shpejt, le të themi. Por çështjet e pronësisë, çështjet e largimeve nga puna, çështjet e dëmshpërblimeve, të aksidenteve apo dëmshpërblimeve të çdo lloji natyre, çështjet e kërkimit të detyrimeve, të shumave monetare, sepse këto janë konfliktet më të mëdha, po zgjasin me vite e me vite. Madje edhe divorcet kanë shkuar në Tiranë gati në 1 vit procedura për një divorc të thjeshtë. Nuk po flas për procedura të tjera, akoma më të thjeshta në dukje nga ana e kontekstit dhe nga ana procedurale, por jo nga halli që ka personi. Po ju marr një rast shumë të thjeshtë, njohja e një vendimi të huaj. Po, vetëm me kaq po e mbyllim. Njohja e një vendimi të huaj për shembull, që një qytetar që jeton jashtë dhe ka një vendim të huaj do ta zbatojë në Shqipëri, për shembull ndarjen, divorcin etj. Normalisht duhet gjykojë për 30 ditë në Shqipëri. Ka raste shkon 8 muaj.